O vëllezër, hadithi i dytë edhe do të përmend edhe këtë tretë. Hadithi i dytë flet për vlerën e këtij mezhlisi. Ndoshta shumë vëllezër nuk ja din vlerën e mezhlisit të dijes. Vallahi, mezhliset e dijes, sahabët e pejgamberit, njerëzit më të dashur që i ka dashur Allahu dhe i ka lavdruar Kur'an, udhtonin me muaj, udhtonin me kilometra, me distanca të largëta për të prezantuar mezhlisin e tij. Ndërsa ne për të me hyrë makinës, me hecë 10 minuta. Ndoshta për shkaqe të ndryshme të rëndota, dikush për shkak të kafës, dikush për shkak të Champions League-s, dikush e me radhë. Wallahi, ai dini se çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadith që e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna lillahi malaikatan sayyara." Allahu ka specifikuar disa melajke, të cilët kërkojnë nëpër tokë ku janë mezhliset e dijes, tubimet që janë mbledhur për hatër të Allahut. Kur e gjejnë një mezhlis do t'i thrasin shokët e tyre, "Halummu ila bughiyatikum." Ejani se e gjetëm vendin që kërkojmë. Edhe mbulojnë me flatrat e tyre deri në qiell. Derisa mbaron mezhlisi, edhe Allahu i pyet dhe ai është i gjithditur për gjithçka. Kejfe tarakum ibadi, si i latë robët e mi? I thonë: "O Allah, i lam duke të falendëruar ty, duke të përkujtuar ty, e duke të madhëruar ty." I thotë Allahu: "Pa më kanë pa mua ata?" I thonë: "O Zoti i madhërisht, nuk kanë pa." I thotë Allahu: "Po si do të ishte madhërimi dhe falënderimi nëse do të më kishin pa?" I thonë: "O Allah, edhe më shumë." I thotë Allahu: "Po çfarë kërkonin?" I thonë: "Me kërkoshin xhenetin tënd." I thotë Allahu: "Me lajket e mia, po e kanë pa xhenetin dhe mirësinë që kanë përgatitur të?" I thonë: "Jo." Po thotë: "Si do të ishte kërkimi i tyre nëse do t'i shihnin me sytë e ballit, edhe pse ne i shohim me sytë e zemrës? Nëse do t'i shihnin mirësinë e xhenetit, thotë, akoma do të kërkonin edhe më shumë." I thotë Allahu: "Po çfarë kërkonin mbrojtje?" Thotë: "Kërkonin mbrojtje për zjarrin e xhenemit." Thotë: "A kanë pa tmerrin e xhenemit?" Thotë: "Jo, Zot." Thotë: "Po si do të ishte gjendja nëse do ta shihnin zjarrin e xhenemit?" I thonë: "Edhe më shumë do të kërkonin mbrojtje." Pastaj u thotë: "Dëshmoni o me lajket e mi, se unë ja u kam falë atyre të gjitha gjinohet, dhe ja u kam dhënë ato që ka kërkojnë, dhe i kam mbrojt prej asaj që ata kërkojnë mbrojtje." I thonë: "O Zoti i madhërisht, po në mesin e tyre ishte edhe një person i cili s'kishte ardhur për mezhlisdije. O mund ta ketë tërheq dikush, hajt shkojmë në xhami, ose ka pa njerëz që ka thonë hajt shkojmë të shohim mos ka ndaj gjë." Nuk ka ardhur me qëllim se ja din vlerën mezhlisit dijes, thotë Allahu dhul xhelal. Për hir dhe për bereqeti dhe begatinë e këtij mezhlisi, thotë, edhe ai njeri e përfiton faljen e Allahut dhe begatinë e Allahut.